Rinumërimi i kutive të votimit në qarkun e Tiranës që përfshiu 1207 kuti brenda territorit të vendit nuk ka ndryshuar në asnjë mënyrë rezultatin e përgjithshme të zgjedhjeve parlamentare. Pas një operacioni të gjatë 10 ditor, as partitë dhe as kandidatët nuk pësuan ndryshime në mandatin e fituar. Megjithatë, Partia Demokratike, e cila ishte iniciatore e rinumërimit, rezultoi se ka fituar 612 vota të tepërta, të cilat sipas përfaqësuesve janë gabime njerëzore. Partia Socialiste gjithashtu përfitoi 380 vota që nuk ishin llogaritur më parë. Partitë e tjera regjistruan ndryshime të vogla, jo më shumë se 50 vota, ndërsa dy partitë Euroatlantike, LSHK dhe Lulzim Basha gjetën 21 dhe 7 vota përkatësisht që nuk ishin përfshirë fillimisht. Komisionerët e KAS-it i vlerësuan se ky proces, pavarësisht kostove financiare dhe lodhjes së stafit, ishte i domosdoshëm për zvogluar mosbesimin dhe akuzat për manipulim të zgjedhjeve. Në aspektin e kandidatëve, rinumërimi ndikoi në ngushtimin e diferencës midis disa prej tyre. Për shembull, diferenca mes deputetes Olta Xhaçka dhe Vlerina Gjylametit u ul nga 120 në 70 vota për shkak të shtimit të 19 votave për Gjylametin dhe heqjes së 51 votave nga Xhaçka që konsiderohen të padrejta. Ngushtimi i vogël u shënua edhe në listën e hapur të Partive Demokratike mes dy kandidatëve më të votuar, Jorita Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti, të cilëve ju hoqën përkatësisht 250 dhe 137 vota, duke sjellë diferencën mes tyre në 2345 vota nga 2458 vota më parë. Në këtë rinumërim, deputetët më të favorizuar nga Partia Socialiste janë Ervin Hoxha me 303 vota, Fatmir Xhafaj me 234 vota dhe Blendi Goxhe me 179 vota. Nga Partia Demokratike kryeson Jorita Tabaku me 250 vota, pasuar nga Ali Mehmeti me 1370 dhe Lorenzo Hoxha me 95 vota. Nga ana tjetër, disa kandidatë rezultuan me humbje votash pas rinumërimit. Tek Partia Socialiste, Etienne Xhafaj humbi 49 vota, Vlerina Gjylameti 19 dhe Plaren Dreca 16 vota, ndërsa nga Partia Demokratike Ilda Zhulali humbi 34 vota dhe Asdan Dojani e Salvator Kaçaj nga 22 vota, të cilat do të rikthehen për rezultatin përfundimtar. Ky proces vuri në pas saktësinë dhe transparencën e nevojshme në numërimin e votave, duke bërë një nga elementet kryesor për besimin në zgjedhje.